Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, që ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar rreth ca, unë do t'i quaj thashe theme, në fakt, unë kam arritur që të marr disa informacione brenda televizionit Top Channel, por unë do t'i quaj thashe theme, sepse nuk jemi të bazuar në fakte, nuk mund të flasim akoma lirshëm për një situatë që përflitet në fakt lart edhe poshtë rreth Franceskës, Brikenës edhe Mateos. Tani, shumica e publikut thonë që Franceska dëshiron që të futet në lojë dhe është duke krijuar ca situata, do të thënë më herët kanë dalë edhe ca mesazhe nëpër grupe lart e poshtë duke shkruar mendimet e saj për çiftin, do të thënë për Brikenën dhe për Mateon, qasjen e tyre në procesin sportiv. Francesca në anën tjetër, do të thënë e quan arritjen më të madhe në jetë, këtë hyrjen në procesin sportiv, etj etj. Ka patur, do të thënë, hamencime të shumta edhe gjatë ditës së sotme për mbledhjet që kanë bërë për Brikenën, për Mateon, për daljet e tyre të fundit publike, ka patur shumë komente që Francesca po mundohet, do të thënë, kjo është pak, do të thënë, mua më duket pak e kot. Francesca po mundohet që ta ndan çiftin. Tani, këto lloj komentesh mua nuk më duken me vend, sepse çfarë fuqie pas ka Francesca për të ndarë dy persona që e duan shumë njëri tjetrin. Unë në asnjë mënyrë, me thënë drejtën, në asnjë mënyrë nuk e besoj dhe nuk dua ta besoj që mund të ekziston një inat, një urrejtje, një xhelozi kundër drejt Mateos apo Brikenës, që kanë arritur të kenë pozicione kaq të rëndësishme dhe që kanë arritur të marrin disa nga rubrikat të procesit sportiv, sepse Francesca është, domethënë, pjesa kryesore. Francesca është nga fillimi deri në fund bashkë moderatore së bashku me Ed Manushin dhe duke e njohur formën e punës, se sa i përpikt është Ed Manushi në punën e tij dhe se sa serioz është për të mos t'i dështuar asnjë nga projekte që Ed Manushi punon me shumë dashuri, mua më duket, domethënë, e pavend që të pranojmë komente të tilla që Francesca, domethënë, ka një lloj urrejtje dhe një lloj inati. Përflitet që ka patur një zënk mes Franceskës edhe Mateos pas kuintave, ku Francesca publikisht gjasme nuk mbështetën këtë çift, domethënë më duket shumë e palogjikshme. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena janë duke treguar atë shkathësinë e tyre, janë duke treguar atë fuqinë artistike që ato kanë për të qenë pjesë e skenave, për të qenë pjesë e emisioneve të tilla dhe pa marrë parasysh, domethënë, qasjeve të X faktorëve të tjerë që ndoshta nuk mund ta pranojnë suksesin e tyre, mua më duket e palogjikshme që gjërat të shikohen me inate, gjërat të shikohen me mlefe dhe gjërat të shikohen me pasiguri, sepse në qoftë se një moderatore, domethënë, fillon dhe krijon inate dhe mlefe tek pala tjetër, atëherë ka një lloj pasigurie tek vetja e vet. Tani këto të gjitha janë thashe theme. Unë nëse bazohem tek ajo që unë shoh tek procesi sportiv, do me thënë unë shoh një Francesca që ka një raport jashtëzakonisht korrekt edhe të pastër me Mateon, nuk e shoh që ka një raport, do me thënë, të ashpër, nuk e shoh që ka një raport të egër, se në qoftë se Francesca do ta kishte kaq shumë inat Mateon, ashtu siç në fakt po komentohet, ashtu siç në fakt po flitet nëpër të gjitha rrjetet sociale, mendoj që nuk do të kishte qasje mes Mateos edhe Franceskës, por, kjo mund të jetë edhe një mekanizëm marketingu që përdoret, domethënë, nga fanbase të ndryshme për të krijuar këtë alarmin e madh që ka ndodhur diçka mes Franceskës, Mateos apo thënë shkurt këtu edhe Brikenës, që mua në fakt më duket e paarsyeshme kjo gjëja, sepse në fund të ditës secili ka suksesin e tij, secili ka vlerën e tij në procesin sportiv dhe mendoj që edhe Francesca ka treguar një shkatësi të jashtëzakonshme për të qenë pjesë e paneleve të ndryshme që Ed Manushi në krye me produksionin e diel sjellin tek publiku. Domethënë nuk është vetëm kjo
kjo rubrike, djel ka qindra mjera rubrika aty, nëse do t'ulemi t'i logjikojmë sa ka bërë, sa po bën dhe sa do të bën, dhe mendoj që këtu nuk ka vend xhelozie, sepse të gjitha këto personazhe, të gjitha këto karaktere, të gjitha këto ngjyra e përbëjnë bukur faktin e të dielës dhe sjellin këtë energji pozitive tek publiku. Unë mendoj që e tëra kjo që po flitet lart edhe poshtë për këtë krisje, mund të jetë edhe një farë forme mekanizmi që duan të bëjnë tërheqjen e audiencës.